Se me ty shkoj uliko, hajde mojtash e sabor. Janë provat e fundit për para koncertit recital Një jetë me këngë të artistit të mirënjohur Hajro Pepaj. Në skenën e teatrit Mixheni, mbrëmjen e 18 prillit, vjen një atmosferë emocionuese ku do të ndërthuren këngët e bukura shkodrane, krijimtariare artistike, si dhe kolazhet e përzgjedhura nga të gjitha trevat shqiptare. Gjithçka është gati për këtë recital të tretë të artistit të dashur për publikun, që jetën ja ka kushtuar këngës. Koncerti do të jetë 100% live dhe me një repertor me bazë këngë shkodrane, qytetare shkodrane, ajo që me cilën dhe unë jam rrit, por patjetër që do të miksohet edhe me një pjesë të këngëve kosovare, një pjesë të këngëve të Shqipërisë mesme dhe aty të jugut. Drejtues artistik kam 2 mjeshtrat, Ilir Zoga dhe Gazmend Kraja, që mendova kësaj herë të bëj 2 mjeshtra bashkë. Dhe është kënaqësi për mua me punu bashkë me ata. Gjithsesi për pjesën tjetër të këtij koncerti kam menduar edhe pak nga pjesa e humorit, ku janë ftuar miqtë e mi, mjeshtrat e mëdhej Zyliha Miloti, Besnik Çinari, Daner Xhaji, Muhamet Çekini. Dhe kam menduar të i pas parasysh edhe spektatorit dhe tjetë nga qytete të ndryshme, me sa kam marrë vesh të domethënë në shitjen e biletave. Pak krip jugut. Kam ftu edhe 2 parodisat e Vlorës, 2 mjeshtrat e mëdhej të parodisë që janë shumë të dashur për Shkodrën dhe janë shumë të mirëpritën për artdashit shkodran. Një mbrëmje me interpretime live, ku çdo element i koncertit, nga interpretimi vokal tek ndriçimi dhe skenografia, është harmonizuar për të sjellë një mbrëmje të veçantë për publikun. Veba e meriton më lodh thanë shok për të se është përveç këngëtar i mirë, do të më kanë edhe njeri i mirë, se sa da më kanë këngëtar i mirë, kura njeri i kes Zuzajq. E meriton për kushtimin e gjithë kolegëve, me ja bonë së më mirë, kjo është i treti, shpresë këna mos një 15 vjeç me botë 4. Inshallah, gjallë kjo se unë edhe 5 të lja bëjë. Po era me mujtë me përshku me i fije homor, me stërpik, se rësitari është me kongë. Me stërpik pak me humor, me një gjanda bukur të ne. Kena marrë edhe nga arkivi, edhe humor. Unë ka maj për shtetje, Zyli ka një pjesë bukur. Dhe dërën dhe me Muhammedin kanë. Vinë parodisat e Vlorës, të cilët janë pa dëshim. I kam thënë për ati spiket, bes me thënë parodisat e Vlorës, me thënë parodisat e Shqipërisë, e parodisat e kombi shqiptar. Ata janë më të mirë, se ata nuk ka. Se bukura e këtilla recitaleve është se vinë live. Pa i beka si me pu dheknin. Kurse live është të manë përsmarit, se pas të nën jetë së në para popullit tanë, si t'jofin tanë, edhe së natura është ka herë dhe e bukur. Me shumë kujdes kena përzgjellë një repertor besoj shumë të këngshëm, kryesisht e kënga shkodrane, por jo vetëm, se Hajro është këngëtar i muzikës live, që aplikon rregullisht çdo fundjavë, kështu që ka dhe mundësinë që në repertor të jenë shumë pjesë të këngëve të trevave të ndryshme, qoftë Shqipërisë mesme, ka një përzgjedhje, një kolazh me këngë të jugut, duke përfshirë edhe këngë vlonjate. Pra repertori është shumë i larmishëm, është punu me të vërtetë, është punu me përkushtim. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe, por mendoj që edhe një kulmi i profesionalizmit, që çdo gjë që luhet live. Një jetë me këngë është një udhëtim artistik në karrierën e Hajro Pepajt, ku për publikun vinë këngët e tij të dashura ndër vite dhe surprizat e veçanta, gjithçka prej mbrëmjes së 18 prillit ora 19. Kreativi në mjeshtrat e mëdhenj të humorit Zyliha Miloti, Besnik Çinari, Daner Xhaji, Muhamet Çekini, të ftuar special parodistët e Vlorës, si dhe këngëtarët Leonora Luca, Klisman Llazani dhe grupi Karajfila ÇK Shkodra. TV1 Channel do ta filmoj ekskluzivisht këtë koncert për ta përcjellë për shikuesit.